s'kemi pas asnjë mundësi me ndihmu. E njëjta dita data 22 maj ka qenë e tmerrshme. Është ajo pamja më e rëndë që e keni parë, zërat më të rëndë që i keni dëgjuar, 22 maj. Për besë, i dëgjojshim njerëzit duke u lutë me vdek. I dëgjojshim njerëzit duke u lutë me ndihmu. Dhe ti s'keshe mundësi çka mi bo. E shishe njëjën të dek, rresha ofër tine, deqke ndur tua. Dhe ne mos harrojmë atëherë kemi qenë 23-24 vjeç, shumica kemi qenë 3. S'ka pas vjetër. Por ajo situatë, ai gjenocid që është bo kundër të burgosur në bugrën Dobrovës, kur Kosova nuk duhet me harru Serbisë. Ne ata mund t'i falim, por me harru nuk duhet me harru, sepse ka bo të merë ndaj njerëzve të pambrojtër, ndaj neve civil që kemi qenë aty. Ne kemi qenë po buk, po tesha, po këpuca, po shtratat mirë, po batanije, po jastaka, në 2 muaj sa që kom ngajtu në Dobrovë jastak s'kom pas. Po aty si mi shku për kushte, po me gjitha ta, ku t'jesh brok do të me pas bilit do kushte elementare, me gjitha ta, gjithë dita e datës 22 maj, ka qenë vrasje, lot, dhimbje, piskam, gjak, kom të këputne, dur të këputne, gjithë shka që ke pas në prapësirët e burgut. Edhe ka qenë e goditur pjesa e ujësillësit mbrana burgut, të tëtë vetëm ata ujë kemi pas mundësi me pi ujë. Për në ishe për buk mos flasim, sepse s'ke pas as ku me marë, as ka nërmend me hongër buk. Na ka raste kur jemi fshej pas njerëzve të vdekur. Jeni fshej? Po unë personalisht. Ka qenë, kjo ka ndodhë me 23. Kam qenë pas një njëri vdekur, i fshehur që me pështu. Dhe shumë të tjerë njojt. Dhe a besën që gardiant në përpikat vërejtuse në për ato karakollet, gjunin me snajperk për me vrot gjallin, këtë rast mu dhe të tjerë, e vronin të vdekurin. Pra 2 herë, 3 herë vronin një njëri. Veç me arrit qëllimin e vetë. Edhe kjo ka ndodhur gjithë ditën e datës 22, nata e 22-shit për 23-in, ne kemi qenë një pjesë për 500 burgosur në Spoko, në podrumin e Menzës, së ushqimin. Aty kemi mendu që është vendi më i sigurt.